Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kaos në aksin Librazht Pogradec, drejtuesit e mjeteve kalojnë nga Gramshi për të mbërritur në Tiranë. Autoriteti rrugor thotë se ky segment hapet të hënën. Publikohet video e vrasjes së Egli Pashollari, 3 persona e dhunojnë fizikisht dhe më pas autori e godet me thik, i riu humbi jetën gjatë rrugës për në spital. SPAK dërgon në gjyq 21 të pandehur si pjesë e grupit të Suelçelës, mes tyre dhe 2 gazetarë akuzohen për planet për atentate dhe trafik ndërkombëtar kokaine. Paraditën e të hënës do të mblidhet këshilli mandateve për fatin e Belinda Balluku, deputetët do të vendosin për kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit. Përshkallëzohet situata në fshatin Rjoll, banorët përplasen me forcat e policisë, lëndohet një person, një tjetër arrestohet për dëmtimin e mjeteve të kompanisë. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Juglindja mbetet e paralizuar për shkak të dëmtimit të rrugës Librazht Pogradec. Drejtuesit e mjeteve po përdorin rrugën alternative nga Gramshi për të mbërritur në Elbasan e Tiranë. Nga rrëshqitja e rrugës rrezikohet zhvendosja e shtyllës së tensionit të lartë dhe OSHE ka stakuar energjinë duke lënë pa furnizim disa fshatra. Edhe këtë të diel, drejtuesit e mjeteve janë detyruar të përdorin rrugën alternative Maliq-Lozhan-Moglic-Gramsh për të udhëtuar drejt Elbasanit dhe kryeqytetit. Në dalje të qytetit të Maliqit, policia rrugore dhe ajo e rendit nuk kanë lejuar qarkullimin e mjeteve me tonazh të rënd në këtë aks nacional, ndërsa kanë lejuar vetëm furgonët e transportit publik. Fluksi i lëvizjeve nga Maliqi drejt kryeqytetit ka qenë i lartë, edhe pse një pjesë e kësaj rruge është mjaft e vështirë për shkak të lartësisë dhe terrenit. Në segmentet të caktuara, rruga është shumë e ngushtë, duke krijuar vështirësi për qarkullimin normal të automjeteve, gjë që pranohet edhe nga vetë drejtuesit e mjeteve. Drejtori i autoritetit rrugor shqiptar, Ami Kozeli, është shprehur se rruga Librazht Pogradec aktualisht është e paaksesueshme, ndërsa pritet që mesditën e të hënës të hapet plotësisht. Një parashikim optimist, por edhe realist, do thojë që është mesdita e ditës së nesërme, pa ditës së ditës së. Ne po vijojmë intensivisht bashkë me kontraktorin. Punimet në bypassin aktual përfundojnë edhe për 4 orë, por duke qenë që kemi punime civile të rënda në pjesën e sipërme, të cilët përpën rrezik për rënien e masivëve shkëmbor. Ky aks është i domosdoshëm të mbahet i mbyllur. Ndërkohë, rrëshqitja masive e tokës në aksin Porrenjas-Librazht, konkretisht në korridorin e 8 në zonën e Dragostunjës, ka bërë që shtylla e tensionit të lartë që lidh hidrocentralin Egnatia me nën stacionin e Librazhtit të zhvendoset, duke krijuar një situatë të rrezikshme. Nga ana e OSHE-s është bërë me dije se për këtë shkak është stakuar linja, çka do të shoqërohet me mungesë të energjisë elektrike për disa fshatra. Si pasojë, gjatë kësaj periudhe do të mbeten pa energji elektrike disa fshatra të Elbasanit. Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetime për dëmtimet që shkaktuan paralizimin dhe bllokimin tërësor të qarkullimit në aksin rrugor Librazht Pogradec. Procedimi është regjistruar për shpërdorim detyre, shkelje e barazisë në tendera, shkatrimi rrugës dhe ndotja e ajrit, ujit apo tokës. Hetimi pritet të përcaktojë shkaqjet e dëmtimit të rënd në segmentin rrugor dhe mungesën e marrjes së masave në kohë nga institucionet. Kamerat e sigurisë fiksuan momentin e vrasjes së 31 vjeçarit Egli Pashollari në kryeqytet. Video tregon momentin tronditës kur ai u godit me thik nga autori, i cili shoqërohej nga 2 persona. Pashollari humbi jetën gjatë rrugës për në spital, ndërsa vrasësit janë në kërkim. Këto janë pamjet që tregojnë momentin e dhunës ndaj Egli Pashollarit në Tiranë, i cili u godit me thik dhe humbi jetën. Video e siguruar nga Vision Plus tregon momentin kur autorët, 2 djemë dhe 1 vajzë, e sulmojnë fillimisht fizikisht duke e goditur me grushte dhe shkelma. Më pas, njëri prej tyre, Gasmend Buçpapa, në prani të fejuarës së tij nxjerr thikën dhe e godet 31 vjeçarin. I riu shihet në pamje që e ka ende thikën në shpinë. 31 vjeçarit ju dha ndihma e parë pranë një lokali në zonë dhe më pas u nis me makinën e tij drejt spitalit të traumës nga dëshmitarë të cilët ndodheshin në vendin e ngjarjes. Por fatkeqësisht për shkak të plagëve humbi jetën gjatë rrugës.
Autori Gazmend Buçpapa së bashku me 2 personat e tjerë të përfshirë në konflikt janë shpallur tashmë në kërkim nga policia. Shkaki i ngjarjes së rënd mendohet se ishte një konflikt i mëparshëm pasi viktima dyshohet se kishte ngacmuar motrën e Gazmend Buçpapës. Egli Pashullari rezulton emër i njohur për drejtësinë shqiptare. Ai ka shërbyer më herët në strukturat e policisë së Burgjeve. Dyshohet se 31 vjeçari ka pasur lidhje me grupin e Emiliano Shullazit. 5 vite më para ai tentoi t'i fuste pije alkolike Shullazit dhe personave të tjerë gjatë kohës që ndodheshin në Burg. Gjithashtu në vitin 2017 ai ishte përballur me akuza për çështje të lidhura me narkotikët. Është arrestuar autori i vrasjes së 48 vjeçarit Skerdi Lajdi Sofi, i cili u godit me thik në Kavaj pas konfliktit për vendin e parkimit. Sipas policisë, autori Land Puja, i njohur edhe me mbiemrin Derjaj, pas ngjarjes është larguar nga banesa, por u lokalizua dhe u arrestua nga shërbimet e policisë Kavaj, forcat shqiponja dhe ato operacionale të Durrësit. Gjatë veprimeve hetimore u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale thika e përdorur në krim. Konflikti nisi pasi autori kërkoi viktimës të largonte automjetin, por kjo kërkesë u refuzua, çka shkoi në përshkallëzimin e konfliktit deri në përdorimin e thikës. Prokuroria e posaçme ka dërguar për gjykim grupin e strukturuar kriminal të Suel Çelës me 21 të pandehur në total. Hetuesit i faturojnë këtij grupi vrasje, plane për atentate dhe trafik ndërkombëtar kokaine. Mes të akuzuarve janë trafikant, ish zyrtar si dhe 2 gazetar. Në ndyshimet se kanë kryer vepra shumë të rënda penale si antar të një organizate kriminale, 21 persona u dërguan për gjykim nga SPAK. Prokuroria thot se në role të mirë përcaktuara, grupi kriminal që drejtohej nga Suel Çela kishte në përbërje ekzekutor që do të kryenin vrasje e të tjerë që trafikonin drogë. Nga hetimet është zbuluar se është tentuar vrasja e të dënuarit për jetë Ardian Çapjas më 8 qershor të 2020-s e janë siguruar kushtet për të ekzekutuar një tjetër person. SPAK thot se pas tonelatave të tëra të drogës që janë trafikuar nga Ekuadori në Europë e që më pas janë kapur nga policia, fshihet pikërisht kjo organizat. Hetimet e kryera nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit e të drejtuara nga prokurorët e posaçëm kanë evidentuar një strukturë të organizuar kriminale me veprimtari në territorin e Republikës së Shqipërisë e jashtë saj, e dyshuar për përfshirje në tentativë vrasjeje, trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike të llojit kokainë, si dhe raste të korrupsionit aktiv e pasiv në sistemin e drejtësisë e sektorin privat. Ngjarjet objekt hetimi përfshin episode të ndodhura në Elbasan, si dhe në rastet e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Ekuador, Holand, Mbretërinë e Bashkuar. Ndërkaq, gjykata e posaçme ka në duar fatin për 2 ish zyrtar. Gjyqtarja e Elbasanit e shkarkuar nga Vetingu Pajtime Fetahu, nga dosja hetimore rezulton se ka dhënë vendime në favor të këtij grupi kriminal në këmbim të parave, ndaj akuzohet për korrupsion pasiv. I shefi i krimeve Dedan Gjoni është vënë gjithashtu në akuzë për shpërdorim detyre, ndërsa për korrupsion pasiv në sektorin privat akuzohen nga prokuroria e posaçme 2 gazetarët Artan Hoxha e Elton Qyno. Këshilli i mandateve do të mblidhet nesër për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Mbledhja do të nisë në orën 10, ndërsa mbeten për tu parë qëndrimet e palëve, teksa tashmë antarët janë njohur edhe me provat e dhëna nga prokuroria e posaçme. Kjo është mbledhja e dytë e Këshillit të mandateve pas asaj të 19 dhjetorit që u shty pa afat. Do të jenë antarët e Këshillit që do të vendosin nëse në seancë do të shkohet me 1 apo 2 raporte. Megjithatë, fjalën e fundit do ta ketë Parlamenti, ku deputetët do të votojnë pro ose kundër kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kryeministri Edi Rama mbrojti sërish ish-krerët e UÇK-s duke sulmuar hetuesit e Hagës që sipas tij nuk provuan dot asnjë nga akuzat. Shefi i qeverisë u shpreh se trupa gjyqësore nuk duhet të bëhet palë me ata që duan të njollosin Kosovën. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Edi Rama shpjegoi dhe arsyen pse fjalën e tij në Bordin e Paqes ja kushtoi gjyqit në Hag ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në podcastin e tij flasim, ai e cilësoi çështjen, një maskarat të drejtësisë që kërkon të njollos ish liderët të cilët u ngritën kundër spastrimit etnik.
deri më sot pas një standard demokratik ku akuza dështoi me turp të provonte se UÇK-ja ishte një sipërmarrje kriminale dhe u lëshua në fund e dëshpëruar me kërkesën mizore për 45 vjet burg për Hashim Thaçin dhe 3 udhëheqësit e tjerë të luftës shqiptare, do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese, e cila duhet zgjedh mes drejtësisë për Kosovën dhe turpit të njollosësve të Kosovës. Rama komentoi dhe draft raportin e Parlamentit Evropian, duke cilësuar si një vlerësim për punën në procesin e negociatave. Draft rezoluta e publikuar nga Parlamenti Evropian për vendin ton është një vlerësim i qartë për progresin e Shqipërisë. Ai dokument vlerëson hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve, duke evidentuar progresin në forcimin e institucioneve demokratike, shtetin e drejtës, reformën socioekonomike, politikat mjedisore, bashkëpunimin rajonal dhe përputhshmërinë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Gjithashtu, shefi i ekzekutivit njoftoi se forcat e Renea, forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale do të përfitojnë rritje të pagave. Protesta e banorëve të Rjollit është përshkallëzuar këtë të diel në përplasje të ashpra me uniformat blu. Një protestues është lënduar, ndërsa një tjetër është arrestuar për dëmtimin e mjeteve të kompanisë dhe kërcënimin e një policeje. Banorët e Rjollit kanë vijuar protestën e tyre kundër ndërtimit të resortit turistik në Bregdetin e Velipojës. Nuk kanë munguar përplasjet me policin, ku forca të shumta nga Shkodra dhe të ardhura edhe nga Tirana rrethuan zonën ku bëhen punimet. Gjatë përplasjeve pati edhe banorë të lënduar. Isni dur të re! Isni dur! Isni dur të re! Shikoja qafën. Në s'ke dy bo qakuj. Banorët e Rjollit thonë se janë të vendosur të mos tërhiqen nga protestat, pasi këtë që po ndodh dhe cilësojnë grabitje të pronës. Janë policia thushena kriminella, thushena më të fundit e më të marrumit, e janë tokë tonë, 20-30 policia të tërhiq zvardh, thushe është kriminali më i madh. Prona është nderi, nuk jepen mas i gjo, nuk do i mbrojmë deri në fund ashtu si që ka mbrojt partë tonë. A ka gjë më mkat si me qua këtë fëmijë në rajon policisë dhe kur ka dalë mbrëm fëmija për rajonit me të kërcjedh trupi i shtatit. Po këta nuk janë policë, po janë kriminella. Ndërkohë, policia ka ndaluar disa protestues për sulm ndaj mjeteve të kompanisë që po kryen punimet. Prekmolla është arrestuar nga efektivët, ndërsa janë shpallur në kërkim edhe 5 protestues për thyerje xhamash të automjeteve si dhe kërcenim të një efektiveje policie. Sipas uniformave blu në fshatin Rjoll, ata kanë goditur një punonjës 22 vjeçar të firmës dhe kanë kanosur për shkak të detyrës punonjësen 30 vjeçare të policisë. Në bashkëpunim me persona të tjerë, ata kanë nxitur akte dhune duke dëmtuar disa mjete pune si ekskavator dhe foristrada. Plakja e popullsisë me ritme të shpejta po kërcënon skemën e pensioneve. Ekspertët thonë se shkaqet kryesore mbeten emigrimi dhe rënja e numrit të lindjeve. Ata bëjnë thirrje për hartimin e strategjive me qëllim mbajtjen brenda vendit të rinjve. Në një harë kohor prej 10 vitesh, ndërkohë që vendet e tjera të Bashkimit Evropian kanë një rritje për dekadë 2.1 vite, ne kemi pësuar një rritje prej 9 vitesh. 24.3 vjeç është sot mosha mesatare e popullsisë shqiptare. Vetëm një dekadë më para ajo ishte 35 vjeç, me fjalë të thjeshta, më shumë pensionistë dhe më pak të rinj. Përveç se uljes së lindshmërive, që është faktori i parë, i dyti është pikërisht migrimi që ka qenë me ritme nga 1990 deri më tani me ritme shumë të larta. Flasim për afërsisht 38% të popullsisë shqiptare që ka emigruar nga vite 90. Me numra afërsisht 1.112.000 shqiptarë. Sot jemi tek 1.2-1.6 fëmijë për grua, do me thënë ne për të mbajtur këtë popullsi duhet kemi 2.1 fëmijë për grua. Pra i bie që ne kemi lindin më pak se sa vdesin dhe kjo është pa diskutim një element i rëndësishëm plagjen. Një vend që plaget përballet me një rrezik gjithnjë më të madh për skemën e pensioneve. Sipas të dhënave të Eurostat, sot 1 në 3 persona në Shqipëri është pensionist, nga 1 në 5 që ishte një dekadë më parë. Se raporti midis kontribuesve dhe pensionistëve po ulet, pra kemi një përkeqësim të të dhënave dhe në afatgjat këtë do ndikojë që pensionet do të jenë më të vogla se që janë tani.
Në shoqërinë shqiptare po prishet balancat që rrezikojnë skemat e mbrojtjes sociale dhe të sigurimeve shoqërore, sepse po prishet raporti midis atyre që kontribuojnë, që kanë të bëjnë me njerëzit që janë punësuar dhe që lidhet me praninë e tyre në sektorët prodhues dhe jo prodhues si kontributor për të mbajtur këtë skem të sigurimeve shoqërore, dhe nga ana tjetër kemi një shtim të përshpejtuar të numrit të moshuarve që hyjnë në skemat e ndihmës ekonomike. Shqipëria është ende nën mesatarin e Bashkimit Evropian, ku mosha mesatare është rreth 45 vjeç. Por me këto ritme jo vetëm që do ta kapërcej, por rrezikon të renditën ndër popullsitë më të plagura të Europës. Vajzat e Flamurtarit triumfuan në finale përballë Tiranës duke rrëmbyer trofeun e Kupës së Shqipërisë në basketbol. Lonjatet mbeten gjithashtu pretendentet kryesore edhe në kampionat. Flamurtari konfirmohet si skuadra më e mirë e vendit në basketbol për femra. Vajzat vlonjate fituan Kupën e Shqipërisë duke mundur në finale Tiranën me rezultatin e pastër 79-55. Duel pa shumë histori në Pallatin e Sportit Dimitraj Goga në Durrës. Flamurtari e dominoi bindshëm ndeshjen duke kryesuar në të 4 periodat dhe në fund e mbylli ndeshjen me 24 pikë diferencë. Bregdetaret e krijuan diferencën që në periodën e parë, teksa fal këtij dominimi rezultati ishte 24-11. Avantazhi u rrit edhe më shumë në pushimin mes pjesëve pasi Flamurtari krijoi një diferencë në favor plus 21 pikë, konkretisht 47-26. Tirana u përpoq të reagonte në periodën e tretë, por sërish u mund, këtë herë 10-8. Edhe në periodën e fundit, vlonjatet administruan avantazhin e madh të krijuar duke fituar minimalisht 22-21 dhe të gjithë takimin final 79-55. Flamurtari është një ekip shumë i mirë, është një ekip kompetitiv, një ekip që ka vlerësuar kupën që ditën e parë, ka vlerësuar kampionatin që ditën e parë dhe jemi gati dhe për ligën unike. Për Flamurtarin ky ishte suksesi numër 22 në historinë e Kupës së Shqipërisë, ndërsa mbeten pretendent kryesor edhe në kampionat. Kjo ishte gjithçka e përgatitur dhe për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëmbafshim.